Përse japin besimtarët sadaka? Pse Allahu subhanahu wa ta'ala ka kërkuar prej besimtarëve që të japin sadaka? Njeriu duhet që të ballafaqohet me vetveten e tij dhe në vazhdimsi të edukojë veten e tij. Prej gjërave më të mira që njeriu e edukon kajtën e tij, nefsin e tij dhe zemrën e tij është që të jep në vazhdimsi sadaka. Parasysh sa është të çmimi. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u shtynin me njëri tjetrin, garonin për sadaka, që të ndihmojnë njëri tjetrit. Sadakaja në asesi nuk bën që të minimizohet në syrin e njeriut atij i cili don me dhon, duke thënë që pak janë çka i ndihmon filanit. Nuk është më rëndësi se sa i ndihmon filanit, por është më rëndësi se a je pjesëmarrës apo regjistrohesh tek Allahu azza wa jall për atyve besimtarëve të cilët po japin për hir të Allahut azza wa jall, kur mos e neglizho. Se ka mundësi ai moment që ti jep sadaka, Allahu është i kënaqur në atë moment me veprimin tënd. Dhe Allahu azza wa jall don që besimtarët me i shpërbly, po në parasysh kush jep dhe sa jep. Andaj, për ta fituar këtë shpërblim tek Allahu azza wa jall, kështu kanë qenë sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo gjë garonin, çdo kur. Andaj kanë thënë dietarët, kur të jepet mundësia me dhënë sadaka, jep në çdo aspekt. Në çdo aspekt, mos u drejto vetëm me një aspekt. Vetëm unë i jap të varfërve, apo vetëm unë i jap jetimëve. Jo, jepi edhe të varfërve, edhe jetimëve, edhe për çdo gjë. Edhe për çdo gjë, në çdo aspekt të jetës, se nuk dihet ku ta pranon Allahu subhanahu wa taala ty. Duhet të jesh i regjistruar në çdo regjistër, që edhe këtu ke dhënë, edhe aty ke dhënë, edhe aty ke dhënë, edhe aty ke dhënë.